Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po takohemi këtë të hënë në edicionin e lajmeve. Sot është ditëlindja e këngëtares së madhe lushnjare dhe shqiptare Vaçe Zela. Bashkia Lushnjë nuk organizon asnjë aktivitet për artisten që është nderuar me urdhrin Nderi i Kombit. Sot është ditëlindja e yllit të muzikës shqiptare Vaçe Zela, që lindi më 7 prill 1939 në Lushnjë. Bashkia Lushnjë nuk ka organizuar asnjë aktivitet për këngëtaren e madhe lushnjare dhe shqiptare. Është mjaftuar vetëm me një postim në rrjetet sociale. Por janë qytetarët lushnjarë ata që nuk harrojnë. Kur kujtojnë Vaçe Zelën, të gjithë pavarësisht moshës, fillojnë të këndojnë këngët e saj. Ishte dhe është zëri i këtij qyteti, zëri i njerëzve të saj që e kujtojnë edhe sot me nostalgji. Ikona e skenës shqiptare filloi karrierën në moshë të re me meloditë e para që i këndoi në shtëpinë e saj në qendër të Lushnjës. Të parët që zbuluan talentin e Vaçes ishin mësuesit e shkollës 7 vjeçare në Lushnjë. Provoi të studionte në liceun artistik, por nuk ja arriti. Ndoqi gjimnazin Qemal Stafa, por talenti i saj shpejt do të binte në sy. U emërua fillimisht këngëtare në estradën e ushtrisë, më pas në atë të shtetit dhe së fundi në ansamblin e këngëve dhe vallëve popullore. Në vitin 1962 ishte e para që fitoi festivalin e këngës. Me këngën Fëmia i parë, ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po lindte atë mbrëmje të 26 dhjetorit të vitit 1962, kur ishte vetëm 23 vjeçe. Repertori i saj është shumë i pasur, numërohen me 10 këngë popullore, të lehta, kantata, balada e të tjerë. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm dhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave. Fituese 12 herë festivalit, Vaçja fitoi famë gjatë epokës komuniste dhe ju dha titulli artisti merituar në vitin 1973 dhe artisti popullit në vitin 1977. Vaçe Zela është larguar përfundimisht prej skenës në vitin 1992. Ajo ishte martuar me Pjetër Rodiqin dhe së bashku ata kanë vajzën Irma, që nga vitin 2002 Zela jetoi me burrin e saj në Bazel të Zvicrës, për të marrë kujdesin më të mirë shëndetësor, ndërkohë që për jetën atje shkroi një libër. Ajo është e vetmja femër shqiptare ndërruar në të gjallë me urdhrin Nderi i Kombit më 24 dhjetor 2002 nga presidenti Alfred Mojsiu, me arsyen për vlerat e rralla si artiste e shquar, me popularitet të jashtëzakonshëm për interpretimin mjeshtëror të këngës së muzikës së lehtë dhe asaj popullore, për pasurinë e vyer që krijoi në shkollën shqiptare të interpretimit muzikor. Vaçe Zela ndërroi jetë më 6 shkurt 2014 në Bazel në Zvicër. Zëvendës ministri i bujqësisë Dhimo Kote ka zhvilluar një bashkëbisedim me fermer specialist bujqësie në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore. Skemat mbështetëse në bujqësi këtë vit do të përmirësohen, tha zëvendës ministri i bujqësisë Kote. Ministria e Bujqësisë ka organizuar një bashkëbisedim me fermer specialist bujqësie në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë. Për të bërë të njohur skemat dhe ndryshimet nga viti kaluar, ishin të pranishëm në këtë takim zëvendës ministri Dhimo Kote, si dhe drejtoresha e AZBR-s Ardita Kuçi. Duke nisur nga 14 prillit deri në fund të majit, fermerët kanë afat aplikimi për të përfituar nga skemat mbështetëse të Ministrisë së Bujqësisë. Ndryshe nga skemat mbështetëse paraardhëse, këtë vit ka përmirësime, ku bie në sy subvencionimi për numër krerësh në blegtori edhe për viçat e majmërisë, lufta biologjike në sera, si dhe subvencionimi për litër naftë, shoqëruar nga dokumentacioni për naftën, plehërimin dhe të tjerat, thot zëvendës ministri i bujqësisë Dhimo Kote. Në blegtori, veç mbështetjes për krerë që ishte për gjedhin dhe për të dhirtat, dhe për delet dhe për dhit, do të vazhdoj mbështetja dhe për viçat meshkuj për mish. Është një nga kushtet e Bashkimit Evropian dhe do të mbështesim çdo viç mashkull që do të matrikulohet, që do të mbahet deri në 6 muaj, për mish me 50.000 lekë të vjetra për krerë. Pra do vazhdoj skema e mbështetjes në grup për fermerët të cilët aplikojnë, si ai që ka 5 lop, 3 lop aplikojnë bashkë me një akt marrëveshje dhe ka një veteriner që ndjek gjithë procedurën, e njëjta gjë edhe për serat. Tani kush ndryshimi që kemi bërë një mas ndryshim tek serat. Duke parë që nga sfidat tona të Ministrisë së Bujqësisë dhe të qeverisë shqiptare, po dhe të fermerëve shqiptar, është prodhimi i produkteve të sigurta, në standard, për të konkuruar në Bashkimin Evropian, është prodhimi i produkteve në sera për me mbrojtjen biologjike. Pra, lufta që bëjnë insektet me insektet dëmtues, insektet e mirë me insektet negativ, dhe ushqimet biologjike për të prodhuar një prodhim me standard. Dhe kishim 2 mbështetje në sera. Kishim 4 milion lekë të vjetra për hektar në të dy ambjelljet,
Tani do të kemi 2 milion lek për mbjelljen e parë, që është mbjellja masa me inputet që është Fidani. Tani në mbështetja e dytë nga 2 milion be 3 milion lek për hektar për mbrojtjen biologjike, ku fermeri do të futet në skemën e mbrojtjes biologjike, ku do të garantoj gjithë procesin e mbrojtjes pa përdorur insekticide, duke përdorur formulën për mbrojtjen biologjike të produktit. Pra, do të marri 2 milion plus 3 milion, 5 milion. Por kemi bërë një gjë të veçantë. Në qoftë se në radhën e Parishtit duhet plotësonin 1 hektar, tani fermerët dhe për një dynim serë që do ketë për mbrojtjen biologjike nuk ka nevojë të bëj bashkëpunim, pra do të marri 300.000 lek të vjetra për mbrojtjen biologjike në qoftë se bëhet dhe i përfshihet kësaj skeme. Kjo mendojmë që këtë gjë ne nuk e nxorëm se shpikëm, por kemi 3 vjet që po e ndjekim, që të bëja Lushnjë se ka implementuar për 3 vjet këtë rast. Kemi nxjerr koston sa është kosto që duhet për një dynim, për të mbrojtur dhe për të marrë ato insektet e dobishme për të luftuar dhe bërë mbrojtjen biologjike, dhe si e tillë e implementuam dhe në bashkëpunim me GIZ-in në 30 fermerë në gjithë Shqipërinë dhe ka dhënë rezultat mirë, ku kërkon një prodhim të cilësisë mirë dhe i ka të hapura portat në gjithë Bashkimin Evropian dhe është shumë i sigurt. Shtimi i skemës së luftës biologjike synon produkte më cilësore dhe konkurruese në tregjet rajonale dhe evropiane. Tre ngarkesat me luleshtrydhe të importuara nga Greqia, të kontaminuara me pesticide të rrezikshme, kanë sjellë një rënje të ndjeshme të çmimit të luleshtrydhes në frakull të Fierit. Nga 150 lek të reja që duhej të tregtojë 1 kilogram, sot ka arritur në 40 lek të reja. Tre ngarkesat me luleshtrydhe të importuara nga Greqia, të cilat pasi kanë hyrë në tregun shqiptar, kanë rezultuar të kontaminuara me pesticide të rrezikshme. Kanë sjellë një rënje të ndjeshme të çmimit të luleshtrydhës në frakull të Fierit. Çmimi ulët ka ngritur mesditën e sotme në protest fermerët e kësaj zone, të cilët pohojnë se nga 150 lek të reja që duhet të tregtojë 1 kilogram, sot ka arritur në 40 lek. Është e padrejtë të penalizohemi, thon ata një zëri, teksa theksojnë se shitja që prej një jave është bllokuar. Kjo situatë ka ardhur për shkak të shteteve fqinjë që kemi në Grekun, për arsye se kanë nxjerr me mbetje luleshtrydhen dhe këtë po e vuajmë ne sot. Çfarë ka ndodhur konkretisht brenda këtyre ditëve? Brenda këtyre ditëve ka vatur me fjalë çmimi i luleshtrydhës ka vatur 0. Çmimi i luleshtrydhës. Sa ishte dhe sa ka vajtur? Çmimi ka qenë 2000 lek kilogrami dhe sot aktualisht nuk shitet fare. Ishim sot në tregun e Lushnjës, kemi çuar luleshtrydhën, edhe atje sot ka vajtur me 2000 lek arka. Pa pikën e turpit, i shkarkuan të gjithë me balet atje, edhe erdhi puna, ajo sot ka zbritur pa çmim atje. Thosh 2000 lek arka, që arka sot ka 5 kg. Sa duhet ishte çmimi sot? Atëherë çmimi sot të paktën duhet ishte 7-8000 lek. Sot të paktën arka. Po, një arke. Kam 1 hektar sera të vit të marri të kampion të luleshtrydhe. Nëse ajo del me mbetje, ja unë i pari do vetë në burg. Të shikoj mallin e fshatarëve që po vuajnë, po optojnë edhe asgjë po fitojnë, po i them dhe një fjalë tjetër, rininë e Shqipërisë ka këtu, po e largon vetë Gjermani, Spanje, ku ta di unë. Ne do marrim çantat dhe do ikim prapë Greqi siç kemi ikur atëre ferrave, edhe sado i lam dokumentat ande, u kthyem këtu për vend ton për të bërë një më shumë për fëmijët tan. Ky po shkon drejt luleshtrydhja, arka po vete 2000 lek, arka me 5 kg luleshtrydhe brenda. Blien 700 lek amballazhi i arkës, edhe 500 lek amballazhi i plastikës, ne dalim me humbje. Fermerët kanë pohuar gjithashtu se prodhimi tashmë ka përfunduar në lumin Vjos, ndërsa në shenjë proteste, fermerët kanë hedhur për tokë arkat me luleshtrydhe. Na 3 ditë luleshtrydhja, çka ka? Përballë kësaj situate, fermerët kanë pohuar se janë drejt falimentimit, ndërsa apelojnë për ndihmë nga shteti në përballimin e kësaj situate. Kryeministri duhet veri dorë për popullin shqiptar, se po na fundos në të gjitha anët. Tani ka futur njëri dikush sa baleta na Greku, me mbetje dhe këtu tani duhet ta ham neve. Shikoj që këta të rinj, këta vetëm luleshtrydhje po i mban. Vjet e njëjta gjë, si vjet e njëjta gjë. Jemi penalizuar padrejtisht dhe këtu qeveria duhet veri dorë në këtë drejtim. Dhe po deshet tani siç jemi të shkojmë tek parcela, u kam 1 hektar luleshtrydhe atje, është e pavjel. Është e pavjel atje. Dhe luleshtrydhja është të marrin të bëjnë analizat dhe ajo luleshtrydhe del pa mbetje, pa terra,
Drejt falimentimit dhe në zero jemi të gjithë tikim që gjithë si shikon të dali një burrë ata të flasin që kush ka marrë në 1 lek nga luështria deri më sot. Kemi hedhur miliona, jemi borxh tek në përpikat. Me helme, me plera jemi borxh. Ata thonë gjithashtu se për kultivuesit e luleshtrydhës, ky është viti më i vështirë, ndërkohë që hedhin poshtë zërat se prodhimi i kësaj zone nuk është bio. Kryeministri Rama u nderua me medalje nderi nga presidenti izraelit Isaac Herzog gjatë takimit në Izrael. Kryeministri Rama foli për misin izraelite shqiptare dhe kujtoi që shqiptarët dorëzuan te nazistët arin, por jo hebrejt. Kryeministri Edi Rama me bashkëshorten e tij Linda Rama zhvilloi një vizitë në Izrael ku u takua me presidentin Isaac Herzog. Kryeministri Rama u nderua me medalje nderi në një ceremoni të posaçme organizuar në rezidencën presidenciale në Jeruzalem. Medalja presidenciale e nderit të Izraelit nderon ata si ju, që kanë ndriçuar botën me udhëheqjen e tyre të jashtëzakonshme, qartësinë morale dhe vlerat demokratike dhe ata që kanë dëshmuar miqësinë e tyre të guximshme me popullin hebre dhe shtetin e Izraelit. Kodi shqiptar i besës, betimi i shenjtë i nderit, mbrojtjes dhe integritetit ndihet mjaft i pranishëm në këtë holl. Besa ka udhëhequr kombin shqiptar dhe ka mbajtur pishtarin e dritës në emër të gjithë njerëzimit në orët e tij më të errta gjatë Holokaustit. Lidhja jon po thellohet në shumë fusha dhe sfera. Fluturimi i ri drejt për drejt midis Tiranës dhe Tel Avivit po thjeshton shumë udhëtimin dhe po ndihmon shkëmbimin e drejt për drejt, tha në fjalën e tij presidenti Herzog. Gjithashtu, ai vazhdoi duke përgëzuar qendrën mjekësore Sheba dhe qeverinë shqiptare për nënshkrimin e marrëveshjes për të ngritur një projekt të përbashkët mjekësor në Shqipëri. Dua t'ju falenderoj ju i dashur Edi dhe mikun ton të dashur profesor Jetësha Krejs, që është drejtuesi ekzekutiv i Shebas për çuarjen e kësaj iniciative përpara. Miqësia midis kombeve tona do të mbetet një fanar vullneti i mirë gjatë këtyre kohrave sfiduese të vështira. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria do të jetë gjithmonë shtëpia juaj e dytë dhe do të jeni gjithmonë të mirëpritur në Shqipëri. Ne qëndrojmë të patundur kraj Izraelit në këtë moment të vështirë e të dhimbshëm, ku ende ka njerëz në bodrumet mesjetare të Hamasit. Siç e kam thënë më parë, dua ta përsëris dhe tani. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetje e zgjidhjes mes dy shteteve, por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin ton nuk ka zgjidhje me Hamasin aty dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerët të thonë. Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Kryeministri Rama vazhdoi duke thënë se pret të shoh paqen midis hebrejve dhe arabëve dhe se mbetet gjithmonë mirënjohës për këtë moment të jetës së tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në Strasburg mori pjesë në mbledhjen e partive popullore evropiane. Në fjalën e tij, ai tha se në Shqipëri po luftohet ndaj një diktature dhe kërkoi ndihmën e PPS për ta mposhtur atë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndodhet ditën e sotme në Strasburg, ku po merr pjesë në mbledhjen e partive popullore evropiane. Në fjalën e tij, zoti Berisha tha se në Shqipëri po luftohet ndaj një diktature dhe kërkoi ndihmën e PPS për ta mposhtur atë, duke shtuar se do të jetë mirënjohës. Sipas Berishës, Shqipëria është vendi ku nuk ekziston më prezumimi i pafajësisë, teksa ju referua arrestimeve dhe përndjekjeve politike të opozitës, duke shtuar se gjithashtu torturat janë të zakonshme, vdekjet në burgjet shqiptare janë të zakonshme. Vrasësit, trafikantët, vrasësit serial bëjnë ligjin në zgjedhje. Ata janë të gjithë të përfshirë në procesin zgjedhor dhe mbjellin frikë dhe terror tek qytetarët, u shpreh Berisha. Ai vazhdoi fjalën e tij me bindjen se nëse vjen në pushtet Partia Demokratike, toleranca do të jetë zero ndaj krimit. Tolerancë zero ndaj krimit. Kjo është e vetmja rrugë për të shpëtuar vendin tim. Zonja dhe zotërinj, euro në Shqipëri është narko-euro. Euro është zhvlerësuar 35% në krahasim me lekun ton. Eksportet po vdesin nga viti në vit. Ato ran 32%. Mira shqiptar humbën punën. 1.099.000 shqiptar u arratisën në zonën Schengen për shkak të varfërisë dhe humbjes së vendeve të punës. Zero tolerancë ndaj këtyre bosëve të krimit. Kudo që të jenë, do i gjejmë, do i kapim dhe do i nxjerrim para ligjit. Po ashtu ne kemi kërkuar një komision të së vërtetës me partnerët tanë. Sepse çfarë tregojnë këto 1 milion faqe? Tregojnë lidhje të tmerrshme mes krimit dhe politikës. Kemi ministra që u thon vrasësve që unë do bëj këtë, ju duhet të bëni këtë për votat. Ju do keni këtë, unë do bëj atë. Pazari hapur. Këto transkripte duhet të shohin dritën e publikut. Duhet të jetë shumë ndihmuese edhe për vendet evropiane, përndryshe Shqipëria do të jetë një eksportuese e madhe e kriminalitetit në mbar Evropën dhe botën, tha zoti Berisha. Kanë arritur fletët e votimit të diasporës në Shqipëri.
Pas përgatitjes, zarfat arrin tek votuesit. Mbërrin në Shqipëri fletët e votimit për diasporën për zgjedhjet e 11 majit që u printuan në Sloveni. Kujtojmë që fletët e votimit për votuesit jashtë vendit janë vendosur në Parkun Olimpik dhe mbushja e zarfeve që do të dërgohen emigrantëve pritet të nisë të mërkurën. Sasia totale e fletëve të votimit që do të prodhohet për zgjedhjet për kuvent, duke shtuar 2% mbi numrin e zgjedhësve, është 3.534.000 fletë votimi, ku përfshihen fletët e votimit për brenda dhe jashtë vendit. Përgatitja e zarfeve të diasporës do të monitorohet me kamera dhe punojësit që do të mbushin zarfet do të punojnë me 3 turne. Sipas kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, që ka bërë një njoftim për diasporën shqiptare në lidhje me shpërndarjen e fletëve të votimit për zgjedhjet e vitit 2025, fletët e votimit do të dërgohen në Evropë nga data 15 deri më 22 prill dhe në kontinentet e tjera nga data 15 deri më 25 prill dhe nuk do të ketë asnjë kosto për dërgimin e fletës së votimit, pasi KQZ do të paguajë postën. Është përzgjedhur një kompani e shërbimit postar që e ka dërgesën të gjurmueshme. Emigrantët nuk do e gjejnë fletën e votimit në kutinë postare, por postieri do të trokas maksimalisht 3 herë në derën e tyre, deri në momentin kur vetë zgjedhësi i regjistruar të paraqisë mjetin e identifikimit dhe të firmos për të marrë zarfin me fletën e votimit. Në rast se votuesi nuk gjendet në adresën e deklaruar pas 3 tentativash, postieri do i lërë shënim në derën e banesës, ku efton të paraqitet në zyrën postare për të marrë personalisht fletën e votimit. Pakoja që do i dërgohet emigrantëve do të përmbajë 3 zarfe, një udhëzues dhe një numerator. Zgjedhësi do të gjejë zarfin B, i cili përmban një barkod unik, dhe zarfin A, brenda të cilit gjendet fleta e votimit. Në asnjë moment në fletën e votimit nuk mund të zgjidhet njëkohësisht një subjekt politik dhe kandidati i një subjekti tjetër. Pas plotësimit të vlerës së votimit, sipas udhëzimit që do u dërgohet, emigrantët duhet ta vendosin atë brenda zarfit A, i cili duhet vendosur në zarfin B dhe të gjitha së bashku të vendosen te zarfi tjetër i postës që ju është dërguar. Më pas në numerator të gjejnë numrin e shërbimit postar në shtetin ku ndodhen dhe të kontaktojnë postierin për të dorëzuar sërish personalisht fletën e votimit. Kjo është hera e parë që diaspora shqiptare do të votojë në zgjedhje parlamentare në Shqipëri. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.